Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe në fakt vetëm pas pak do të lidhem me kolegen time Marcela Topi për të folur për ngjarjen e rëndë të ndodhur vetëm përpara 2 orëve ku një 80 vjeçar ka vrarë bashorten e tij. Ngjarja ka ndodhur në fshati Kuman të Roskovecit. Kolega ime po bëhet gati për të na përcjellë informacione dhe për të folur për ngjarjen e rëndë të ndodhur vetëm përpara disa orëve në këtë fshat. Por ditën e sotme, padyshim që Pa i Gjurmë do të sjellë dhe personazhet që ka përgatitur, historitë e tyre të vështira që trajtohen çdo ditë live ora 16 në ekranin e Report TV. Do të jemi sot në kërkim të një 82 vjeçare nga Vlora të dashur miq, e cila quhet Viktori Haxhibeka, dhe regjia do më ndihmoj me pasaportën televizive të Viktori Haxhibeka, një vlonjate e cila u largua me familjen e saj drejt Greqisë për një jetë më të mirë. Jetoi me familje në shtetin grek, ka pasur kontakte të rregullta me familjarët e saj, por fatkeqësisht korrikun e vitit 2011 ajo shkëputi çdo lloj kontakte me familjarët në qytetin e Vlorës dhe ata prej 15 viteve nuk kanë asnjë informacion për Viktori Haxhibeka që jeni duke parë në ekranin tuaj. Me mua në studio është nipi i saj, Erioni, i cili do rrëfej historinë e tezës së tij, si humbën kontaktet, çfarë informacionesh kanë pasur për tezën e tyre deri në vitin 2011. Ai është me mua dhe unë e përshëndes Erion, përshëndetje. Përshëndetje. Do të jemi të dy së bashku ditën e sotme për të marrëfyer historinë e tezës tuaj me shpresën që mund të zbardhim diçka, por vetëm pas pak do të jemi bashkë. Më lijo për të sjellë në fokus në këto momente një histori humbje. Ju e dini që Pa i Gjurmë merret më së shumti me rastet e personave të humbur. Do të flasim për Esad Memin, një 81 vjeçar nga Saranda, dashur miq, i cili ka humbur kontaktet me familjen përpara 48 orëve. 22 mars doli nga shtëpia dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e 81 vjeçarit Esad Memi. Unë dua të prezantoj një kronik që kemi përgatitur për humbjen e 81 vjeçarit, konkretisht nga fshati Bërshi i Klosit, dhe rikthehemi. Një 81 vjeçar rezulton i zhdukur prej mesnatës së 22 marsit. Bëhet fjalë për Esad Memin, me origjinë nga Saranda, i cili ishte duke qëndruar në Klos pranë familjes së tij. Sipas të afërmve, i moshuari vuante nga skleroza dhe është larguar nga banesa rreth orës 1:00 pas mesnate. Në momentin e largimit, ai kishte veshur rrobat e gjumit, një palë bizhame ngjyrë gri, një pulover bezh dhe mbante në këmbë shapka blu. 24 orë janë mbushur nga momenti që vjeri juaj është larguar nga banesa. Po, në orën 1 natës, domethënë është larguar 1:05 është larguar nga banesa. Pa komunikuar me asnjë njeri, pa lënë asnjë kontakt, ai ka ikur vetëm me rroba gjumit. Ka pasur një palë bizhame ngjyrë gri, një pulover ngjyrë bezh me romba, jakvë, dhe një palë shapka blu të hapura. Këto detaje jep në një lidhje direkte nga Klosi nusja e djalit të humburit, e cila shprehet se kjo është hera e parë që 81 vjeçari largohet nga shtëpia pa njoftuar. Ajo gjithashtu thekson se për shkak të gjendjes shëndetësore, ai trajtoi me medikamente dhe nuk kishte shfaqur më parë tendenca për t'u larguar. Voante nga skleroza, kisha 2 muaj që një kosa e ilate, nuk e jepte vetën që ti do më largohej. Por ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Është hera e parë, të themi që vjeri juaj është larguar në këtë lloj forme. Po, është hera e parë. Familjarët kanë vijuar kërkime në të gjithë zonën, ndërsa kanë bërë dhe denoncimin në polici, pavarësisht përpjekjeve. Deri në këto momente nuk ka asnjë të dhënë mbi vendodhjen e 81 vjeçarit. Fshati ku jetoni në Klos quhet? Fshati Bërshi. Bërshi, keni bërë kërkime në mesnat, por nuk keni gjetur asgjë. Po, absolutisht asgjë. Ju lutem, kushdo që ta ke parë, kushdo që e takon, ju lutem na telefononi, ndash në polici, ndash në numrat e kontaktit që ne kemi lënë në rajon e policie. Autoritetet dhe familjarët apelojnë për ndihmën e qytetarëve, kushdo që mund ta ketë parë ose ka informacion për të moshuarin, të kontaktojmë menjëherë. Vetëm përpara 24 orëve është trajtuar historia e të moshuarit nga Klosi në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Nusja e djalit ishte në terren, ata po kërkonin përgjatë lumit mat, dyshonin më të keqen e mundshme për 81 vjeçarin, i cili fatkeqësisht prej 3 muajve ishte
le të themi vuante, ishte diagnostikuar me skleroz, vuante nga skleroza, por askush në familje nuk e kishte menduar se do ikte nga shtëpia rreth orës 1 të natës. Esad Memi doli nga banesa, të gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes ishin në gjumë, ai doli dhe u zhduk në errësirë në fshatin Bërzhit të Klosit. Dhe pse familjarët, le të themi, menjëherë arritën ta kuptonin për rreth 15 minutave që Esadi ishte larguar, menjëherë kanë dalë në fshat, kanë kërkuar, vazhdojnë dhe në këto momente të jenë në terren të kërkojnë, është bërë denoncimi në polici, edhe uniformat blu janë në kërkim, por nuk është gjetur asnjë gjurmëjete për Esad Memin. Vetëm pas pak, unë do kem në një lidhje direkte vajzën e tij Kozeta Memi, e cila do kërkojë ndihmën e teleshikuesve të Report TV me shpresën se mund të marrin ndonjë lajm, dy informacion për babain e saj, por në këto momente dua të kaloj te lajmi i fundit. Rreth orës 14:30 minuta, shtetasi Shefit Rapaj, rreth 80 vjeç, banues në fshatin Kuman, Roskovec, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri, pushk në banesë bashorten e tij, shtetasen Dashuri Rapaj, rreth 75 vjeç, dhe më pas ka vrarë veten. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit, ndërkohë që në një lidhje direkte kam kolegen time Marcela Topi për të na dhënë më shumë informacione për këtë ngjarje të rëndë. Marcela, përshëndetje. Përshëndetje Odeta, në të vërtetë një ngjarje e rëndë që ka tronditur gjithë komunitetin e Kumanit këtu në Roskovec, pasi vetëm rreth orës 14:30 pra të ditës së sotme, vetëm pak minuta më parë, pra një ngjarje e rëndë ka tronditur, pra si thash pak më parë, gjithë komunitetin e kësaj zone, e cila dallohet për një jetë të qetë komunitare. Më konkretisht, pra rreth orës 14:30, Shefit Rapaj, 80 vjeç, ka vrarë me armë zjarri tip pushk bashkëshorten e tij Dashuri Rapaj, rreth 75 vjeç, dhe më pas është vetë vrarë. Menjëherë, pra Drejtoria Vendore e Policisë Fier, pasi ka marrë njoftimin për këtë ngjarje të rëndë, ka nisur drejt vendngjarjes shërbimet e policisë, si dhe grupi ekspertëve të kriminalistikës, të cilët ndodhen tashmë në vendngjarje dhe janë duke punuar për zbardhjen e dinamikës së kësaj ngjarje të rëndë. Ne kemi mbërritur vetëm pak minuta më parë këtu në vendngjarje, ku shohim pra që ka një grumbull të madh të njerëzve, pra të komunitetit të zonës, të cilët janë me të vërtetë shumë të shokuar nga ngjarja. Ata pohojnë se çiftin e njihnin për një çift të qetë në fakt në komunitet, por që si çift bashortësh për shkak edhe të moshës, kishin edhe konflikte të herpashershme. Ata janë prindër të 9 fëmijëve dhe jetonin së bashku me djalin e tyre në banesën e cila ndodhet pas shpinës time. Shohim në fakt që nuk ndodhen në një gjendje të vështirë ekonomike, sipas edhe kushteve pra që paraqet banesa në fjalë, ndërkohë që të afërmit janë tepër të shokuar në një gjendje tepër të rëndë. Ndodhet vllai i Dashuri Rapajt, i cili kërkon me çdo kush, pra dhe me ngulm, që të hyjë brenda banesë dhe të shohë pra të motrën e tij, por që nuk lejohet normalisht nga forcat e policisë. Pra një ngjarje tepër e rëndë kjo që i ka shokuar të gjithë. Megjithatë ne kemi pyetur fqinjët tu nëse kanë dëgjuar diçka dhe kanë pohuar se gjithçka ka ndodhur shumë shpejt, pra ata nuk kanë arritur të kuptojnë se çfarë ka ndodhur, vetëm nëpërmjet mediave kanë arritur të informohen për atë çfarë ka ndodhur për ngjarjen e rëndë, pasi edhe fqinjët që kanë qenë shumë afër banesës, pra nuk kanë dëgjuar asgjë nga konflikti dhe nga ngjarja e rëndë. Aktualisht po punohet për zbardhjen e plotë të dinamikës së rastit dhe në vendngjarje ka një prani të madhe të forcave policore. E dashur Marcela, falenderoj për gjithë informacionin që përsolle për këtë ngjarje të rëndë, ku do të vazhdosh edhe me kolegët në edicionin e radhës informativ për të përcjellë më shumë detaje për ngjarjen e rëndë, ku një 80 vjeçar ka vrarë bashkëshorten ditën e sotme dhe më pas i ka dhënë fund edhe jetës. Do të vazhdojmë misionin ton me personat e humbur që trajtohen çdo pasdite në studion e emisionit Pa Gjurmë. Po flisim për historinë e Esad Memit, 81 vjeçari nga Saranda, vendlindja Sarand, por ai humbi kontaktet me familjen nga fshati Bërshi i Klosit. Prej vitesh ishte zhvendosur dhe jetonte me familjen në Klos, por fatkeqësisht ky 81 vjeçar mbrëmjen e 22 marsit ka dalë nga shtëpia me rrobat e gjumit, është larguar dhe drejtimi është i paditur. Kam në një lidhje telefonike vajzën e 81 vjeçarit, Kozeta Memi, dhe e përshëndes. Kozeta, përshëndetje. Përshëndetje zonja Odeta. E di që gjithë familjarët janë në teren, ende po kërkoni për babain e humbur, keni arritur të zbuloni në një gjurmë të tij apo në një informacion që mund të jetë parë duke dhënë lokacione, vende të ndryshme?
asnjë informacion, deri tani nuk na është dhënë asnjë informacion i saktë. Na thonë janë denjë se i kanë vajtur, kanë kontrolluar, kanë parë, nuk kanë qenë ata. Është dyshuar pikërisht ku? Kur janë dhënë informacione të familjes se është parë këtu, është parë aty, bëhet fjalë për zonën e Klosit? Për zonën e Klosit, për në Burel, dihet për në Burel, na kanë thënë. Po që kemi vajtur edhe nuk ka qenë saktë lajmi. Nuk ka rezultuar që të ketë qenë fatkeqësisht baba juaj. E dashur Kozeta, unë dije, vetëm përpara 24 orëve isha në një lidhje direkte, pikërisht përgjatë lumit mat, aty afër asaj lugine, ishte vllai, nusja po bëni kërkime, dyshoni se mund të ndodhë diçka e keqe, duke ditur që lumi mat është vetëm 10 minuta larg banesës tuaj, por doja të pyesja Kozeta, gjendja e babait si ka qenë? Ai kishte afërsisht 3 muaj që ishte prekur nga skleroza? Ai kishte, unë të dielën e parë kam qenë në Borç, se kishin ardhur në fshat. I takova, bë muhabet, vërtet haronte, ishte po, nuk e mendonin se do arrinte deri në këtë pikë, sepse ai kurohej. Nuk na e dha asnjë shenjë për këto gjëra, se mund të largohej nga shtëpia. Dhe nuk e prisja, më ka rënë si bombë për babin që mund të ketë ikur në ato orë. Ndërkohë që regjia vazhdimisht i jep fotot e Esad Memit, unë dua t'i bëj thirrje gjithë teleshikuesve, ata që janë duke na ndjekur në këtë transmetim live, jemi në kërkim të 81 vjeçarit nga Saranda me emrin Esad Memi, është larguar nga shtëpia e tij mbrëmjen e 22 marsit, drejtimi është i paditur, i pavedishëm, ndoshta në një gjendje të rëndë, le të themi. Është larguar, kushdo që e ka parë, kushdo që ka informacion, është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, kemi 2 numra në dispozicion. Një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Kozeta, mbrëmjen e djeshme një faqe në rrjetin social Instagram postoi një video. Një video të një të moshuari në rrugën, konkretisht në autostradën Tiranë-Durrës, regjia të më ndihmoj, jo që e ka postuar, një video ku një qytetar ka raportuar për një person i cili është xhiruar në autostradën Tiranë-Durrës pranë Casa Italias me një krah të fashuar, rroba të njollosura me gjak, që duket që t'jep përshtypjen se është në situatë rruge, por që nuk është babai juaj. Sepse që mbrëmjen e djeshme që ne na sollën këtë video, menjëherë u lidhëm me vllain, ja dërguan videon, ai e pa, tha nuk është babai, por e nxora ditën e sotme në transmetim se ndoshta mund të kemi me një person të humbur, kemi të bëjmë me një person të humbur që ndonjë familjar mund ta kërkojë, mund të na ndjeki dhe mund të na ndihmojë për ta identifikuar. Edhe një herë ju lutem atë video, personi në fjalë, një person në moshë, në një gjendje të rënduar, situata e cilit nuk dihet, është situatë rruge, është i humbur, mund të jetë i alkolizuar, nuk e dim pse ka përfunduar kështu, ka një krah të dëmtuar, rrobat të njollosura me gjak, kushdo që e njeh është i lutur të raportojë në polici ose të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Mirë, regjia të më nxjerrë foton e Esad Memit, sepse për një moment dyshuam që mund ishte Esadi që kërkoi në studion e emisionit Pa Gjurmë, por nuk është 81 vjeçari, ai vazhdon ende të jetë i humbur. E dashur Kozeta, ju çfarë dyshoni? Ndoshta gjendja e tij ka qenë e rënduar, harresa, momente të vështira, e ka bërë të ngrihet, njerëzit me sklerozë natën e quajnë ditë natë, janë të papërgjegjshëm për çdo veprimi që bëjnë. E vërteta, unë nuk zonja vetë, unë nuk di çfarë të mendoj për babin, se mendoj që mund të ishte në atë gjendje që mund të ikte nga shtëpia. Sepse në një javë parë jemi takuar në fshat, na kisha në Borç. Na njohu, bë muhabet, kishte momente që haronte, prap kujtoj, dhe nuk po themi se mund të ishte në ato, në gjumë, si për zdeshe si i ka ndodhur. Mase kjo së mund është me krizash, nuk tim. Por nga uniformat blu, nga policia, kemi mësuar diçka, besoj dhe këta të fundit janë në kërkim të babait tuaj. Motra, se unë jam në Gjirokastër, burin e kam të operuar në koka dhe nuk mund të lëvizim të vemi andej, isha dje dhe nuk pash në një forcë policie. Po motra, me vëllan, me nipëll, me mësa të babit, të gjithë njerëzit janë në kërkim, po policia nuk krepash, nuk di çfarë të them. Çfarë ka bërë, çfarë po bën policia. Po njerëzit tanë të afërt, të gjithë janë në kërkim në teren. E kanë shëtitur atë lugin me këmbë dhe nuk shikojnë asnjë gjë.
Dëshimi është vetëm kjo, mos ka kaluar në një makinë, e ka parë mes natës, e ka marrë, e ka quajtur kalimtar, edhe mund ta ketë marrë në një vend. I lutemi vetëm na thot. Një mëshini si prind që mund të jetë, na thot, ku mund ta ketë lënë? Dëshimi im vetëm këtu është. E qartë, e kuptoj. Keni predhur të gjithë, edhe vetë isha dje, që keni predhur të gjithë lumin, të gjithë luginën, të gjithë malin, faqen e malit e kanë rënë 4-5 herë, niprit, mesat, vajzat, djalit, të gjithë. Motra 70 vjeçare me këmbën zvarë, kërkon vëllan, nuk ka më deta, që nuk dish të temi. Uroj dhe shpresoj që të gjendet, uroj mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e babait tuaj. Kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim, kushdo që ka informacion, është i lutur të lidhet direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë. Jeni duke parë foton e Esad Memit, 81 vjeçari nga Saranda, që humbi kontaktet me familjen në 22 mars nga bërshi i Klosit. E dashur Kozeta, kush do të ishte mesazhi që do përcjellje ditën e sotme? Mesazhi është kaq, ta vënë dorën në zemër si vaj, si baba, si gjysh, që të na thonë një lajm për babin ton, po e kanë parë. Mos të rinë ueshtje, si do që të jetë, ne vetëm duam ta gjejmë, si do që të gjejmë, si do, gjallë vdekur, që si e bëj një lule babait tim, nuk e meritoni që babain tim dhe kështu. Më kanë arë shumë shkrimo në Instagram nga qati, ku jemi rritur, jemi lindur, jemi jetuar. Babim ka shpëtuar shumë njerëz, ka që veterinar, ka shpëtuar shumë kafsh, nuk e meriton të këta. Prandaj nuk mundem më, dhe ta që të the. Është e dhimbshme dhe... Po është ka që njeri shumë i veçantë. E mirë kuptoj dhimbjen tuaj, uroj dhe shpresoj që të jetë mirë, të gjende sa më shpejt, ne do jemi të dyja së bashku në kontakt, uroj të ketë informacione për babain tuaj. Shumë faleminderit, zonja Ardeta. Faleminderit Kozeta, edhe njerë. Vetëm tek ju lutem. Si vajzë një badaj. Kush ka informacioni, bashkojmë thirrjes së Kozetës të na ndihmojë për gjetjen e Esad Memit dhe ta rikthejmë sa më shpejt pranë banesës së tij. Mirë, të falenderoj Kozeta, ndërkohë që vetëm përpara pak minutave që prezantova videon e një qytetari, e një të moshuari që ishte kapur në autostradën Tiranë-Durrës pranë Casa Italia, një person i pa identifikuar, kam mbritur informacion i parë, nuk e di nëse e kam telefonatën, e kam qytetarin i cili e ka identifikuar. E kam telefonatën, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që je duke na ndjekur dhe ke arritur të identifikosh personin që është xhiruar. Kush është, zotëri, lutem? Unë jam nga Shkodra. Po? Ky personi që e keni gjetur është nga Gucinja e Re, Ndue Mani. Ndue Mani nga Shkodra? Po, nga Shkodra, nga Gucinja e Re. Por është i humbur, kërkohet nga familja? Ky nuk kërkohet nga kukur, se baba i ka dek, gruaja i ka pa ik, djalin e ka jashtë shtetit, edhe vetëm rrin rruga ashtu i pi raki, ku të zonë nata. Pra është divorcuar nga bashortja dhe ka vetëm një djalë që jeton jashtë shtetit. Po, okej, edhe nanën e ka plak në shtëpi, vetëm nanën plak. Pra le të themi, është nëna që kujdeset për të, por ai është në situatë rruge. Po, në situatë rruge. Të falenderoj që na i dhekte informacion dhe na vjen keq për zotin Ndue Mani nga Shkodra, i cili ka përfunduar në situatë rruge me një krah të dëmtuar, rrobat me gjak, që është kapur dhe është xhiruar nga një kalimtar i rastit në autostradën Tiranë-Durrës pranë Casa Italia, duke që është i përhumbur, është larguar nga shtëpia, jeton në këtë situatë rruge, ka vetëm një djalë që është jashtë shtetit dhe një nënë të moshuar që kuptohet qartë nuk kujdeset dot për të birin e saj, që është dhe i alkoholizuar, tha qytetari, por uroj dhe shpresoj të ndiqemi nga institucionet për të marrë masa për këta njerëz që ndoshta për shumë arsye përfundojnë në këtë situatë rruge. Mirë, do shkëputemi në këto momente, do të kalojmë në reklama dashur miq dhe do rikthehemi sërish bashk live për të vazhduar me një tjetër histori, me një tjetër humbje nga Vlora në kërkim të Viktore Haxhibekës. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, në këto momente do të vazhdojmë historinë e Viktori Haxhibeka, një 82 vjeçare sot, e cila, le të themi, u largua me djalin e saj të vetëm, Arturi, në vitin 1992 drejt Greqisë.
bashortin e kishte humbur nga kjo jetë, mbeti e vetme, me ëndra dhe me shpresa për një jetë më të mirë për veten e saj dhe për të birin, u largua drejt Greqisë dhe u vendos në Athinë. Regjia do na ndihmojë me pasaportën e Viktori Haxhibekës, e cila kishte kontakte të rregullta me familjarët e saj në Shqipëri, vinte rrallë në Shqipëri në Vlorë për takuar motrat gjithë familjarët, për herë të fundit ka ardhur në vitin 2002, ku tregonte për jetën e saj që bënte në Athinë dhe telefonatën e fundit e ka pasur korrikun e vitit 2011. Kanë kaluar plot 15 vite dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për Viktori Haxhibekën dhe të birin e saj Arturi, i cili dhe ai sot është një moshë madhore. Nipi i saj, Erion Xhafa, ka udhëtuar nga Vlora për të qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë në kërkim të tezës së tij. Por përpara se të nisë intervistën me Erionin, dua të prezantoj një kronikë që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi. Një histori e dhimbshme humbjeje vjen sot për herë të parë në vëmendjen e publikut, duke ngritur një apel për ndihmë për gjetjen e një të moshuare, e cila është në kërkim prej vitesh nga familja e saj. Viktoria Haxhibeka, 82 vjeçe me origjinë nga Vlora, rezulton e humbur që prej vitit 2011. Sipas informacioneve të dhëna nga familjarët, ajo është larguar në rrethana të paqarta dhe që nga ajo kohë nuk është arritur të vendoset më asnjë kontakt me të. Familjarët thonë se e moshuara jetonte në Greqi dhe se ishte hera e parë që ajo nuk i kontaktonte. Kanë kaluar më shumë se 14 vite pas një informacion për vendodin apo fatin e saj, ndërsa familja vijon të jetojë mes pasigurisë dhe shpresës se një ditë mund të mësojë të vërtetën. Sot kjo histori bëhet publike në emisionin Pa Gjurmë, ku në studio është i pranishëm nipi i saj, Erion Xhafa. Ndërsa muajt kalojnë, familja jeton me shpresën që kjo histori të mos harrohet dhe që autoritetet të intensifikojnë kërkimet për të zbuluar se çfarë ka ndodhur me Viktoria Haxhibekën. Kjo është historia që trajtojmë ditën e sotme. I dashur Erion, të kërkoj ndjes që për minuta të tëra ishe duke më pritur, por për shkak të zhvillimeve të fundit më duhet kaloja në një lidhje dhe përshëndrohemi në këtë momente tek historia e tezës tuaj, që jemi duke parë foton, është me bashkëshortin e ndjer aty në atë foto? Jo, është me babain tim. Është me kunatin e saj, me babain tuaj. Kjo foto është realizuar në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Kaq? Para 25 vjetësh. Rreth viteve 2002, kur ajo erdhi në Shqipëri. Dhe ka qenë e re në ato vite, sot i bie të jetë 82 vjeç. 82, po. Mund të më tregosh për historinë e tezës tënde, Viktori, nisim nga viti 1992, kur ajo humbi bashorti nga kjo jetë dhe mbeti vetëm me djalin e vogël. Ajo ka jetuar në Tiranë. Në kryeqytet. Kryeqytet. Edhe jeton në Tiranë, pastaj në Kondër, sa vati në Greqi. Për një jetë më të mirë, të themi, u nis drejt Greqisë. Drejt Greqisë. Pastaj 2000 me telefonata flisin gjithmonë. Ai u vendos në kryeqytet, në Athinë. Aty jetonte. Por djali, do të thonë djali tezës tënde, Arturi, mos gaboj, është shumë i madh në moshë të ty? Po, shumë i madh. Shumë i madh. Sa vjeç mund të jetë sot Arturi? Mund të jetë 55-60, mund të jetë të tillë. 55-60 vjeç. Ju e keni njohur Arturin? Po, e kam njohur. Domethënë e ke takuar, e njeh si kushuri. Po, e njoh, parë, por shumë shpejt, tani se kam parë, kam 15 vjet. Mirë, pas humbjes ju nuk keni as informacion. Por tezja shkoi me djalin në Greqi, u vendos aty dhe jetonte në Athinë. Kur erdhi për herë të fundit, le të themi dhe ndalemi aty në vitin në 2002, kur erdhi për herë të fundit në Shqipëri, në Vlorë, çfarë tregoi? Tregoi jetesën e saj. Jetën e saj, që gjithmonë jetën e vazhdon. Por djali ishte rritur, ishte martuar? Jo, ishte beqar ato kohë, atëherë. Pra nuk keni informacion që ka ndodhur dhe me jetën e Arturit? Jo, as me Arturin, as një, as me një, as me tjetri. Nën e birë jetonin bashkë? Bashkë. Bashkë dhe pas vitit 2002 dhe në 2011 telefonatat kanë qenë të rregullta? Të rregullta. Një në javë, një 3 ditë. Ju vetë keni folur me tezën? Në 2011 kam folur. Çfarë kujton nga ajo telefonat? Më thoshe, tani më thoshe, po më vjen mosha. Mosha për të martuar? Jo, mosha, ke moshe saja. Mosha. Moshe sa, iku jeta ime, jo, s'kiku akoma, je akoma e fortë, dhe kam thënë. E qatë ditë pas ta u shkoputëm. Por ajo nuk e vazhdoi jetën e saj në shtetin grek? Që në grek ka qenë, gjithmonë. Jo, nuk u martua? Jo, nuk u martua. Pas vdekjes së bashortit, që ishte shumë e re, kur humbi bashortin, ai nuk u martua? Nuk u martua fare. është vetëm një djalë. Dhe në telefonatën e fundi që pati me ty, por me familjarët e tjerë, që besoj me nënën tuaj, me të motrën e saj, a kështë shprehur ndonjëherë shqetësime ajo në shtetin grek? Jo.
Çfarë pune bënte, çfarë tregonte? Punë që i Greqi, dhe më thënë, bate një padante. Por i biri, me kushuririn tënë t'i flisje? Flisem një në muaj, një në 2 muaj, po me tezen flisja një në 15 ditë. Më shpesh me tezen, kurse me kushuririn më rrallë, le të themi. Çfarë ju thoshte kushuriri? Se është misterioze gjithë kjo histori, dashur Erion, që nuk është humbur vetëm tezja, kemi dhe foton e djalit të Viktori Haxhibekës, të Artur Haxhibekës, regjia të më ndihmoj me foton e tij, është i biri, që është në mosh. Është në mosh, është 55-60 vjet. Po mirë, kjo foto është realizuar tani kohët e fundit. Pra ka marrë në interneti. Pra, e ke gjetur në internet, ku? Në faqen e tij e internetit, nuk po i di. Në Facebook? Facebook. Më lejon ta kërkoj në këto momente edhe unë? Është Artur Lazari. Jo Haxhibegu. I mban emrin Lazani të... Lazari, emrin e babait. E babait të vet. Po, nëna është emrin e vajzëris, Haxhibegu. Po, ajo është. Pra, kushuriri ka një adres Facebooku? Po. Po, i ke shkruar? Kam shkruar. U martuar me një... Do të bëj një shkëputje në këtë moment. Live me studion e emisionit pa gjurmë, por shkojmë drejt fundit. Në fakt, dhe ditën e sotme, kemi sjellë në fokus historinë e Viktori Haxhibeka, një 82 vjeçare, e cila ka emigruar drejt Greqisë, që prej vitit 1992 me të birin e saj dhe ka humbur kontaktet me familjarët në Shqipëri, korrikun e vitit 2011 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj në këto 15 vite. Regjia ka vendosur shpesh foton e Viktori Haxhibekës, një vlonjate, e cila u nis me të birin e vetme pas humbjes së bashortit drejt Greqisë për një jetë më të mirë, por fatkeqësisht sot rezulton 15 vite humbur, jo vetëm Viktori Haxhibeka, por dhe i biri saj Arturi, i cili dhe ai ka shkëputur kontaktet me njerëzit e nënës në Shqipëri. Ky është Arturi, që i bie ti diku 60 vjeç sot, djali i Viktori Haxhibekës, të dy janë të humbur dhe kërkohen nga familja Haxhibeka. Me mua në studio është nipi i Viktoris, Erioni, dhe i dashur Erion. Gjatë kohës që po ndishnim dhe fjalën e avokatit të Ndreca, po më tregoje që ke mësuar informacione që djali i tezës Arturi është martuar. Po, është martuar, ka 2 fëmijë. Pra ka krijuar jetën e tij në Greqi. Po. Dhe ju i keni shkruar pa fund në rrjeti social në Facebook, ndërkohë që edhe unë i bëra një ftesë në këto momente dhe i dërgova një mesazh me shpresën që do më pranoj dhe do më kthej një përgjigje, por e dyshimt kjo që ai ka një adres Facebooku, mund të jetë online në rrjetet sociale dhe nuk kontakton me familjarët në Shqipëri. Nuk digjë. Nuk digjë. Por me njerëzit e babait të Arturit. Babait jo, nuk i njoh. Nuk i nje? Nuk i njoh. Ju po, por familjarët e tjerë, se ndoshta ai mund të ketë kontakte me njerëzit e babait të Shqipëri dhe jo me të nënës. Më shumë. Nuk kanë informacion. Çfarë dyshon ti për këtë histori? Kam shumë vite pa dëgjuar, pa kërkoj shumë. Ishte një shkëputje, le të themi, se mund të ketë ndodhur diçka tezës tënde në Greqi, apo ndoshta është vendimi i saj që nuk do më të kontaktoj, në djenin tënde, ju jeni nipi, ka ndonjë hatërmbetje mes zonjës Viktori dhe njerëzve të saj në Vlorë? Ne kemi folur gjithmonë, tani s'kemi folur, kemi vite pa folur. Vite pa folur? Vite pa folur. Nuk ka hatërmbetje? Nuk ka asnjë mes, kemi patur shumë mirë madhinë, shumë gjëra. Po nëna juaj? Edhe unë e mama e bashkë. Jo, nëna juaj çfarë thot për të motrën? Do ma gjesh, se s'bën, do ma kërkosh. Ke ardhur në këtë studio në emër të nënës? Po, Emina sa ka unë gjithmonë. Nëna është më e madhe se Viktoria? Është 2 vjeç më e vogël nga Viktoria. Është 80 vjeç i bie nëna juaj, kurse tezja juaj Viktoria është afërsisht 82, 83. 82. Dhe momenti që ka humbur kontaktet me ju, ka qenë vetëm 67 vjeç dhe një motër, si quhet nëna? Liza. Është duke na ndjekur, besoj. Po. Kështu që zonja Liza është duke na ndjekur, e uroj me zemër e dashur Liza që të kemi informacione dhe lajme të mira për motrën tuaj, uroj që të bashkoheni sa më shpejt, urojmë që ajo të jetë shëndoshe mirë dhe mos ke ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. I dashur Erion, do qëndrojmë sërish bashkë në studio pasi ka ardhur me një qëllim që të gjesh tezën dhe do përcjellësh nga kjo studio një mesazh me shpresën që ajo do të dëgjojë apo djali i saj Arturi do të dëgjojë, por do të kalojmë në një këshill mjekësore, do të jemi te Prostatoli dashur miq, është një suplement i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në probleme dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live.
Jemi rikthyer në studio dashumish, jemi në minutat e fundit ku ditën e sotme pa gjurmë solli në fokus dy histori humbje. Historinë e Esad Memit, 81 vjeçari që ka humbur kontaktet vetëm përpara 48 orëve dhe regjia ma nxjerrë edhe një herë foton e Esad Memit për të bërë thirrje të gjithë teleshikuesve, ata që mund të ndezur televizorin dhe janë duke na ndjekur në këto momente. Jemi në kërkim të këtij të moshuarit dashumish që ka humbur kontaktet me familjen vetëm përpara 2 ditëve. Mbrëmjen e 22 marsit ai ka dalë nga shtëpia, është dukur dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kushdo që ka informacion të telefonojë redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë. Ditën e sotme ne sollëm në fokus dhe historinë e Viktori Haxhibegës, një 82 vjeçare, emigrante shqiptare nga Vlora, emigruar prej vitit 1992 drejt Greqisë, që shkëputi çdo lloj kontakti me familjen në vitin 2011. Nipi i saj Erion Xhafa është në kërkim të tezës dhe djalit të tezës me emrin Artur. Kush është mesazhi Erion që do përcjellje sot tezës dhe Arturit? Do të gjej, që nëse janë duke na ndjekur, të reagojnë dhe të na telefonojnë. Ne do të vazhdojmë historinë, sepse në këto momente që ne të dy po flasim, gazetërët e mia kanë bërë një verifikim shumë të rëndësishëm që ka ndodhur vetëm përpara disa viteve në Pa i Gjurmë Live. Më shkruan Ersela që janarin e vitit 2023 kemi patur një dëshmi shumë të rëndësishme, por që nuk di të jap shpjegim, nuk e rikujtoj dot atë emision, kështu që nuk e di Ersela të më shpjegoj më qartë për këtë informacion të lidhur, por do vish në studio. Do vish në studio sepse na duhesh për të verifikuar një informacion që ndoshta ka lidhje me tezën tënde. Por na jep kohë të bëjmë verifikimet tona dhe uroj që ndoshta mund të jemi diku në një rrugë të duhur. Të falenderoj Erion. Falenderoj juve. Falenderoj dhe ju miq që mendoj që deri në fund të programit ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.